Mirëmbrëma të nderuar shikues, takojmë me të pashoq si çdo javë do të jemi së bashku në dy hapësira të dedikuara të një pasnjëshme për të analizuar aktualitetin politik, por jo vetëm. Këtë herë fokus veçantë do të kemi edhe tek drejtësia me lëvizjet dhe proceset zgjedhore të rëndësishme që janë zhvilluar e do të zhvillohen aty referuar BKH-s dhe SPAK-ut, por për këtë do të jemi në një panel të dedikuar në pjesën e dytë. Në pjesën e parë do të rrim tek aktualiteti politiko-diplomatik që po shoqëron sot në të katër anët globin. Do të cekim ngjarjen në Shqipëri, do të jemi me rajonin, por edhe me lëmshin që po shkakton presidenti amerikan Donald Trump në Europë, por jo vetëm. Me mua në studio, analisti i mirënjohur i gjitha çështjeve, por ekspert më shumë në rajon, Mentor Nazarko. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, vetëm që nuk ndihemi pa shoq. Kjo është. Po pse? Se di, se në fakt nuk jam si thosh analizuar veten në krahasim me të tjerë që pastaj kualifikohem me pashoq. Pashoq është shumë e gjerë pastaj. Tani, e nisim me një lëvizje shumë të fortë dhe me një super lajm të këtyre ditëve ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku administrata atje miratoi dokumentin e sigurisë dhe duke i si një paralajmërim për zhdukjen e qytetërimit në kontinentin e vjetër. Një luftë tashmë e hapur mes SBA-ve dhe Bashkimit Evropian po përshkallëzohet dita ditës. Çfarë ishte ai dokument dhe pse tani? Po, e para për ta kuptuar domethënien e atij dokumenti, duhet të dimë që dokumentet të tilla janë si lloj bible e veprimit të çdo presidenti amerikan. Pra miraton çdo 4 vjet, përgjithsisht në vitin e parë të mandateve të tyre. Dhe pra duke ditur këtë gjë, atëherë do duhet që të imagjinojmë që ky dokument ka stampën, ka fytyrën, ka personalizimin e këtij presidenti. Natyrisht, ky është elementi i parë i kontekstit, por ama elementet e tjerë të kontekstit që janë dobishëm për ta kuptuar atë janë që ky është një mandat presidencial i cili po zhvillohet ndërsa po mbyllet ose po tentohet mbyllet konflikti në Ukrainë. Pra atëherë ka elemente të cilat reflektojnë të orientimin kohë dhe në hapësirë të këtij presidenti përkundrejt këtij konflikti. Së treti, ai reflekton atë që ka qenë në fakt dokumenti kryesor republikan për presidencën, i cili zakonisht përgatitet nga think tank të rëndësishëm, është një që quhet Heritage Foundation apo Projekt 2025, ato ishin tezat cilat Trumpi i ka thënë gjatë fushatës tij elektorale, por dhe që i ka rimarr në mandatin e tij presidencial. Pra, nuk ka asnjë çudi, nuk ka kurgjë personale, apo si thua që është produkt 100% i mendjes i personalitetit Trumpit, por është produkti po themi i dizenjuar, një kostum i qepur sipas personalitetit, por në rastin konkret që po përdorim metaforën e kostumit, sipas trupit të Trumpit dhe që reflekton atë qendër pushteti, atë qendër interesash, grup interesash që është mbas tij. Domthon asgjë personale, just business në këtë rast? Më shumë kështu ngjan. Në kuptimin që kur bëhet fjalë për Trumpin. Është që në mandatin e tij të parë ai ka shprehur pak kënaqësi, për shembull, po marrim nga tezat kryesore të atij dokumenti, pak kënaqësi për mungesën e angazhimit të Bashkimit Evropian në pikpamje të shpenzime për mbrojtjen, në kuadër të NATO-s apo edhe më gjerë. Dhe pra në këtë kuptim ai ka vjueshmëri dhe ka arritur, është një dokument tani i cili u firmos, në cilin vendet evropiane zotojnë që do të shkojnë deri te 5% brenda 2030-s. Dhe pra këtë kuptim kemi vijim atë një politike apo të një qasje që ai ka pasur më herët. Së dyti, ai dokument natyrisht mban parasysh faktin që Trumpi synon të rezonojë me lëvizje, me parti politike të krahut të djathtë ekstremist në Evropë kontinentale apo dhe në Britaninë e Madhe, të cilat kanë tezat ngjashme me të dhe të cilat i fryjnë tezat ngjashme me Partinë Republikane me Trumpin vet, që i fryjnë rrezikut të emigracionit pa kontrolluar. Sipas tij, dhe këtu ai
në fakt kjo është e përbërëse e fortë elektorale e mesazhe që ishin qoftë në hyrje të në atë tekstin hyrës apo shoqërues të dokumentit 55 faqesh, por edhe në teza tjera, pra ai rezonon, artikulon fuqishëm për frikën apo për rreziqet që vijnë nga emigracioni pa kontrolluar që mund ndryshojë edhe përbërjen etnike të shtetet e caktuara. Dhe këtu sigurisht na vjen mend për shembull përplasja që ai pati me kryetarin e Bashkisë së Londrës. Pra, Trumpi në këtë pjesë pra artikulon apo shumë fishon ato që janë frikrat e opinionit publike, zakonisht stresës varfër dhe të mesme që të shkojë emigrantët po vinë, ata po kontrolluarit, po na marrin punën. Natyrisht ai rezonon dhe me atë që këta të majtët kanë qasjen pro-emigracion dhe janë liberal me dhe në shtetësive, kështu që duan të krijojnë një bazë elektorale të sigurt nga këta që marrin shtetësitë. Pra kjo është një përbërëse që spikaste, ishte spektakolare në këtë dokument, por në ndërkohë nuk duhet mohuar që ai reflekton dhe një qasje të re marrë në tërësi, një qasje të re në raport edhe me presidentët të tjerë republikan dhe me paraardhësin e tij demokrat. Janë disa shtylla në cilët është i përqendruar ky dokument. Së pari ai flet për një hemisferë perëndimore në cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të fokusohen, të përqendrohen duke parë atë si një zonë influence në cilën duhet kufizohet, duhet reduktohet maksimum influenca e faktorëve të tjerë. Ka një fill tjetër lidhës i cili ngjan se i referohet Kinës, pra rreziku kinez konsiderohet si më iminent. Por krejt ndryshe nga një pjesë e madhe e kolegëve të mendoj se dhe komponentja antiruse aty është e fortë. Natyrisht për shkak të asaj veprës së madhe ndërmjetësuese në cilën ai ka hyrë midis Rusisë dhe Ukrainës, afërmend që ai po tenton që të afrohet me Rusinë në mënyrë tillë që të arrijë sukses për atë që është objektivi i tij i radhës, që është mbyllja e konfliktit me çdo kusht. Pra duhet një paqe, duhet një marrëveshje, qoftë edhe pa drejtë, por që të mbyllet konflikti. Kështu që është një dokument për cili flet për Amerikën e kësaj dekade, që është një Amerikë e re, e cila nuk merret nuk imponon modelin demokratik në vende në cilat dhe kanë dështuar para se Trump ta zëmsi ato revolucionet që tentuan të imponoheshin në Afrikë, nuk tenton pra të ndryshojë regjime me forcë, nuk përfshihet në nivelin e demokracisë, kritikat për zgjedhjet e tjera, shpall do kartelet e drogës si rrezik i madh ndërkombëtar, rrezik i madh për Amerikën, dhe afërmend pra që flet për një Amerikë të re, për një botë të re në cilën nuk ka asnjë shtet tjetër që të jetë dominant. Do ndihet qartë frika nga Kina, ai është, po themi, elementi kryesor në atë dokument. Tani, reagimet shumëta ka pasur këto ditë nga udhëheqësitë e Europës, Bashkimit Evropian, me tona shumë forta, për shembull ishte fundmi reagimi edhe i kancelarit gjerman Merz, se nuk kemi nevojë për amerikanët që të na shpëtojnë demokracinë në Europë. Tani, për ironi të fatit në këtë debat, gjitha mediat e huaja shkruajnë dhe konkludojnë në një pikë përbashkët kur pyesin kush është sot njeriu më i fuqishëm në Europë, dhe ai është Donald Trump. Po, kjo është e vërtet. Nga një moment, se ai që kemi parë në fund mandatit të parë Trumpit në të 2020-s, kur udhëheqësit evropian me një farë kuptimi dhe bullizonin apo talleshin me të, sot ata të gjithë janë vendosur rresht përpara tij. Dhe kjo duk në një takim shumë palësh që zhvilluan në Shtëpinë e Bardhë, ku ai qëllimisht kishte zgjedhur të rrinte tek ajo tavolina e vet, ndërkohë që ata me diferencë në mënyrën e uljes ishin udhëheqësit evropian. Po, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë imponuar nëpërmjet këtij lloji presidenti atipik, kanë imponuar një autoritet të ri. Por nuk bëhet fjala thjesht dhe vetëm për atë personalitetin e tij individual, por për një politikë të re amerikane, e cila synon pra të afirmojë primatin amerikan në botë nëpërmjet fokusimit tek energjia. Po dakord, po si duhet i qaset
Europa, Bashkimi Evropian, ai thotë, Trumpit dhe kësaj Amerike të re. Në qoftë se doni mbështetjen time, duhet harxhoni për mbrojtjen. Kjo është një tezë e arsyeshme, në cilën për hir të vërtetës ai ka formuluar për herë të parë në summit NATO-s në Londër në 2000. Po pra, se kjo është e vjetër, do ky objektiv është. Por tani është thënë herët. Por tani në konfliktin Rusi-Ukrainë u bë më e dukshme kjo gjë, E para, e dyta, ju përmendët atë kancelarin gjerman i cili reagoi më shumë. Gjermania është fuqia më e rëndësishme, po shndrohet fuqia më e rëndësishme ushtarake e Evropës. Përmendët atë dhe në dokument, në fakt, po ashtu përmendet Gjermania nominalisht, sepse çfarë ka bërë Gjermania, e cila është një vend me industri mekanike shumë zhvilluar, por që ka mungesë të madhe burime që vijnë kryesisht nga Rusia. Jo thjesht vetëm gaz e naftë, por edhe minerale të tjera. Trumpi bën këtë krahasim. Nëse ju thotë keni harxhuar më shumë për të blerë gaz rus drejt për drejt ose indirekt, më shumë se sa ndihma që keni dhënë Ukrainës, atëherë mos pretendoni që të mbani këtë qëndrim që mbani edhe ndaj Amerikës dhe ndaj Rusisë, sepse ju, për shembull, nuk është sekret fakti që Gjermania e gjendur në vështirësi nga embargo, nga sanksionet ndaj Rusisë, e mësuar me furnizimin rus me gaz dhe me naftë, është detyruar që të çojë stabilimente të rëndësishme të industrisë kimike në Kinë, ku gazi rus vjen për shkak se Kina nuk është pjesë e këtyre sankcione. Pra, Trumpi është kritikizmi i tij ndaj Evropës ka një përmasë elektorale, pra ai do të mbështesë këto partitë sovraniste, nacionaliste, ekstremiste të djatha, dhe këtu e tepron sigurisht me kritikën që bën për nivelin e demokracisë në Evropë, por një pjesë e mirë e kritikave është arsyeshme. Duhet vetëm një njerëz si ai që ka përcen ato limitet e politikisht korrektes për t'i artikuluar, sepse përndryshe askush nuk do guxonte që t'i formulonte aq fuqishëm dhe me aq ndikim. Natyrisht këtu ka një inkoherencë që më duket mua për te faktit që dikush po thoshte, po shikoj se Amerika është një vend i krijuar nga emigrantë, ta ketë këtë frikën, po pa i thot për emigracion e pa kontrolluar. Amerika është krijuar po mbi bazën e emigracionit të kontrolluar përgjithsisht. Pra e ka si edhe në kushtetut, po edhe në legislacion, e ka stimulimin e mendjeve, stimulimin po themi atyre të ardhurve që mbushin tregun, universitetet e tjera. Po inkoherenca më e madhe mendoj unë në dokument është se, domethënë në një kuptim, ai thotë që kritikon Bashkimin Evropian në fakt, edhe kur referohet Unioni, pra kur referohet Evropës në kupton Bashkimin Evropian, i cili tenton të shkojë tek një model konfederativ, i ngjashëm me Amerikën që është në një kuptim konfederative. Por ama këto partitë e djatha që ai mbështet drejt për drejt, nuk janë parti që kanë vizion evropianist, pra nuk janë favor të konfederatës evropiane. Pra kjo është inkoherencë e këtij dokumenti, kurse pjesa tjetër pastaj janë leximet e atyre strategjistëve amerikanë, pjesë të ekipit Trumpit, siç u thash, janë rikonfirmimi të tezave që kanë qenë dhe përpara, ai ka artikuluar dhe në mandatin e parë, dhe në fushat, dhe janë të atyre të think tankut kryesor republikan. Tani, për të shfrytzuar kohën maksimum edhe për të ndalur vetëm tek piketat që kemi të planifikuara. Kalojmë tani tek Kosova, meqense pak ditë na ndajnë aty nga zgjedhjet e jashtëzakonshme, zgjedhjet e reja që do të mbahen pas dështimit të parave për shkak të historisë që e dim se si shkoi, krizë thellë politike, institucionale etj. Si është procesi që do të mbahet me 28 dhjetor në Kosovë? Çfarë do të prodhoj këtë herë? Po, unë nuk pres që të vinë ndryshime të mëdha. Kjo mund të ngjajë kështu kasandriake, mund të ngjajë pesimistike, por nuk shoh ndryshim të madh në mentalitet. As tek njëri krah, pra tek qeveria e Kurtit, apo Kurti vet, apo partia e tij, dhe as tek opozita. Dhe madje as edhe tek opinionbërësit, pra tek elita e opinionit publik në Kosovë. Kështu që përpasoj nuk pres ndonjë ndryshim të madh. Natyrisht
në atë mjedisin publik qarkullojnë disa teza, disa nga ato inskenime, disa krijime, të cilat synojnë që ta dobësojnë opozitën, të thonë shkoj ju doni të bashkëpunoni me listën serbska, etj, që janë instrumente propagandistik të konsumuar, por nuk besoj që kjo do të sjellë ndryshim në orientimin elektoral dhe është zgjedhur pra 28 dhjetori me idenë që diaspora do të vazhdojë ta mbështesë fuqishëm Kurtin edhe fizikisht, por mendoj që dallimi, ndosë rezultati mund të jetë fotokopja e atij të shkurtit, dallimi që mund të kemi është ndoshta tek po themi koalicionet e mundshme. Ndoshta njëra parti e opozitës aktuale mund të jetë më e prirur të bëjë koalicion me Kurtin, por duket sikur ka një objektiv të nënkuptuar të këtyre partive të opozitës, domethënë që nëse ai shkon nën 40 deputet, atëherë ne kemi domethënë më shumë aftësi negociale, kemi shumë aftësi për të imponuar edhe për ta shmangur ata si kryeministër, sepse duket qartë nga faktori perëndimor që është vendimtar në Kosovë që ata nuk e duan më Kurtin në krye të një qeverie të tashme të Kosovës. Po sepse Kurti i ka zhgënjur jo thjesht amerikanët, republikanë apo demokratë, pra të dy administratët, dihen këto masat e forta, domethënë ndërprerja e dialogut strategjik, por i ka zhgënjur edhe ata që ishin mbështetësit e mëdhenj të azëm gjermanët, në fillim të viteve 2021, kur ai kur ka qenë Angela Merkel. Po, kur fitoi zgjedhjet, sepse Kurti në emër të një agjende kosovarocentrike, sepse nuk mund të thuash që është agjendë me frymarrje kështu panshqiptare. Domethënë, sprova më e spikatur e ishte përfshirja në zgjedhjet e Shqipërisë, ku dështoi, por pra zhgënjimi i perëndimorëve, më saktë i europianëve, edhe atyre që ishin mbështetës, është fakti se ai në emër të kësaj agjende sovraniste, po e quajmë, po jo sovraniste në atë kuptim që thot Trumpi kur referohet për partitë sovraniste, e ka ngushtuar hapësirën legale për veprimtarinë politike të komunitetit serb. Kjo është e para. E ka bërë këtë në mënyrë të pa koordinuar me perëndimor. E treta, nuk ka respektuar marrëveshjet të cilat sipas perëndimit, sipas Bashkimit Evropian kanë vlerë legale. E katërta, nuk shihet, po themi, maturi brenda qeverisjes, por edhe në elitën politike që ta bëjnë Kosovën si partner, si bashkëbisedues të besueshëm në një zonë si kjo. Dhe mbi të gjitha me veprimet e veta, ky është emëruar si përbashkët i pakënaqësisë dhe amerikane dhe europiane, me veprimet e veta ka rritur shanset, ka rritur premisat për konfliktualitet në linjën Kosovë-Serbi. Ky konfliktualitet, një lloj si, po themi, si një smur, që ka një plag të hapur. Në atë plag janë rreziqet më të larta për infeksione, që vijnë nga jashtë. Dhe sipas leximit perëndimor, ky njeri krijoi plag në organizmin politik shtetëror të Kosovës, në cilat kishte rrezik për ndikim rus. Konfliktualiteti prallon apo thith apo fton në skenë lojtarët e huaj. Dhe ky është shqetësimi që ka bërë që perëndimi të jetë më i ashpër me Kurtin, domethënë përkatësisht me Kosovën, që është krijesa e tij, më i ashpër se sa me Serbinë, cila në një kuptim është në një lloj kontrolli perëndimor. Kush nuk e kupton këtë është miop, sepse nëse Serbia do të zgjidhte dhe do të jetësonte një skenar ekstremistik, domethënë pra një lojë ekstremiste në rajon, ne do të kishim njëkohësisht kriza në Maltozi, në Republika Srpska, domethënë Bosnjë, në Maqedoni apo dhe në veri të Kosovës. Serbia e sotme
ka qenë e kushtëzuar fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, posaçërisht nga dikur ishte ambasadori Hill, me cilën pata mundësi që të shkëmbeja disa ide bardhje, dhe ajo Serbi që shohim sot e kapluar dhe nga protestat e studentëve, në cilat ka përbërse deledash, domethënë të çuditshme, ka anti-europian, ka pro-rus që janë kundër Vučićit, një Serbi e cila megjithatë është Serbi që jep armë Ukrainës, dhe madje përdor aeroportin e Nishit si po themi si stacion ndalimi për avionët që me furnizimet ushtarake që vinë nga Amerika drejt Ukrainës. Pra, është një Serbi hermafrodite, me qëndrime shumë ngjyrëshe, por që nuk i ka krijuar në një kuptim, nuk i ka krijuar problemet mëdha, apo që nuk e zhgënjen perëndimin në përgjithësi, ndërkohë që Kosova që është krijesë e perëndimit, e çliruar, e krijuar edhe si shtet nga perëndimi, është duke krijuar ama këto telashe që të cilët janë thënë dhe janë stërthënë, dhe edhe sot, megjithë që mund të pranojmë që Kurti, për shembull, faktën më mbështet në atë që duket, vendosi rendin veri, realizoi një tranzicion të qetë të pushtetit lokal nga kryetar shqiptar te kryetar serb, prapse nuk ka shenja që do të hiqen sanksionat. Po opozita në Kosovë, si ka lëvizur këto kohë, sepse rezultati i zgjedhjeve tregon shumë. Më saktë duaj që të më analizosh këtë pjesë edhe referuar frymës që vjen nga Haga, nga ish-krerët e UÇK-s, Thaçi me të tjerët. Në elektorat është reflektuar një lloj rritje në radhët e opozitës për kthyer në vota, nga ana tjetër ka rënë lëvizja vetëvendosje e Kurtit. Si e ke pritshmërinë për në vazhdim? Sepse sidoqoftë të dyja palët duket sikur janë aty dhe asnjë nuk po shkëputet fuqishëm. Po shikoni, opozita ka qenë stilin e Kosovës, ka qenë po them sjelljen elektorale të Kosovës, që mos me votuar udhëheqës populist, karizmatik. Kurti ishte prish i kësaj rregulle, dhe këta udhëheqës që kanë qenë në krye të LDK-s, PDK-s, më pak AK-ja dhe nisma të cilat nuk kanë ndryshuar udhëheqësi, nuk kanë patur qartësi strategjike. Domethënë, ata Kurti ka tërhequr me mjeshtri në një lloj gjuhe, në një lloj modeli të sjelljes politike apo të komunikimit politik edhe ndërkombëtar, në cilën ai është mjeshtër, edhe për të manipuluar me opinion publik, dhe në atë kënd në cilën të ringut, në cilën ai ka tërhequr, ai ka mundur ato. Për shembull, për ta thjeshtuar, në momentin kur ai e ka kthyer një pjesë të madhe të komunikimit të Kosovës nëpërmjet qeverisë, nëpërmjet tek lufta, pra te 99-ta, tek Serbia, tek krimet e Serbisë e gjithë tjerë, dhe jo tek e ardhmja, atëherë opozita, dhe kështu ka rezonuar me pjesë të popullsisë që ka të vrarë, që ka të shtukur, që ka të dënuar, opozita nuk ka ditur të ofrojë një narrativ alternative, të projektuar ka e ardhmja. Kjo është e parë. E dyta, ata që ishin udhëheqësit që mund ta frenonin atë janë në Hagë. Dhe kështu që në rrethana të tilla nuk ka zënë vend tek elektorati, as dhe propaganda apo komunikimi mbështetur mbi mos realizimet ekonomike të Kosovës, domethënë nën qeverisin e Kurtit. Pra fakti që investimet publike kanë rënë, fakti që s'ka investime të huaja, fakti që nuk ka projekte të realizuara të mëdha, por edhe kur opozita flet për këto nuk rritet elektorati. Ju thatë që ka rënë Kurti, nuk ka rënë. Unë mendoj që ka rezultat shkëlqyer. Do rezultati i Shkurtit 2022, 2025 ishte pak a shumë i njëjti me atë të 2021-shit. Domethënë të kesh një rezultat, pasi nuk ke bilans elektoral, pra s'ke realizime me përjashtim të një qasje subvencionale për studentët, për të papunët, për pensionistët, që ka karakter vetëm asistencial. Do t'japim 100 euro në fund muajit
fund vitit për pensionistët, do japim ndihmë për të papunët, që janë politikat majta, por që nuk kanë nxitur fuqinë blerëse. Kosova është duke përkeqësuar ekonomikisht. Pra, Kurti, duke patë këto, askujt nuk mund të shkonte mendja se Kosova në 10 vjet parë, se Kosova do të kishte këtë trajtim nga Bashkimi Evropian apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në një mënyrë të çuditshme, do të thonë, populli është duke pranuar si diçka normale këto. Kjo është e frikshme. Sigurisht ka një ndryshim brezor, brezi që ka lindur mbas luftës, nuk e ka këtë vetdijen, nuk e ka sensin e mirënjohjes ndaj Perëndimit, ndaj Amerikës, se kjo është arsye pse tek ajo pjesë Kurti ka votat, por siç u thash, pra nuk ka shenja, nuk shoh udhëheqës, të cilët mund të bëjnë ndryshimin e madh. Natyrisht, vetmja spirale shprese mund të shihet në atë që çdo parti e opozitës do të mate mirë para se të shkonte me Kurti. Do shkonte me Kurti vetëm nëse Kurti nuk do ishte kryeminist. Kjo është kërkesë e perëndimore e amerikanëve posaçërisht. Ose nuk shoh shenja që të kemi një qeveri të opozitë. Po edhe nëse do të kemi, prandaj situata është e trisht, do të është, po flisem me një psikolog të madh kosovar që në fakt është mik i Kurtit, doktor Afrim Bluta, i cili thoshte gjendjen duhet ta shohim me lentët e post-pesimizmit. Do të thonë situata, sepse çfarë do thotë kjo, dhe sikur të krijohet qeveria, duhet bëhet marrëveshje për marsin, kur zgjidhet presidenti, sepse në atë papikurinë e përgjithshme, unë përdor një term, do të thonë që e kam stërholluar, e kam konstruktuar për ta përshkruar gjendjen, ose mënyrën se si sillet elita apo Kosova, të papikurit përgjithshme, gjykata kushtetuese ka marrë vendim në 2012-ën, sipas të cilit, ose në 2011, sipas të cilit kur votohet për presidentin, duhet patjetër që kvorumi për votimin e parë, që është 2/3, domethënë 80 deputet, të jenë patjetër në sallë. Ky është një objektiv që duke patur parasysh si është i konfiguruar skena politike, sa vota ka PDK-ja, LDK-ja, VV-ja, AK-ja, Enisma, dhe Lista Srpska është i pamundur pa kompromise. Pra, sistemi imponon kompromise, kompromiset nuk duken. Dhe atëherë mundet që Kosova të vijojë me një krizë e cila i ngjan në dukje krizës që ka ta zënë Belgjika, po Kosova nuk është Belgjika. Nëse Belgjika ka institucione, është shteti konsoliduar etj. Pa situata nuk është shumë shpresdhënëse. Okej. Vim në këtë çorbën tonë në vend. Po. Kemi mbetemi në politik pa i hyrë hallëve të drejtësisë. Kemi një opozit, një parti demokratike që tashmë duket se është ndarë sërish me dy fronte, me dy koka tashmë. Kemi nga njëra anë Sali Berishën, nga ana tjetër në tentativë Ervin Seliani për një lëvizje, nuk e dim se si do të jetë fundi. Nga ana tjetër një super mazhorancë e konsoliduar, pavarësisht një problemeve që ka dhe që në parim opozita duhet ishte fatlume, duhet i shfrytëzonte maksimalisht. Si e sheh këtë? Po, edhe kjo jona, domethënë e Shqipërisë nën është situata trisht, në cilin kuptim. Do ishte trisht nëse s'do të kishte, kjo është elementi më pozitiv se skene, nëse skenës së Shqipërisë, skenës politike së Shqipërisë, nëse do kishim lajmin apo perspektivën e qartë apo thuajse të qartë të integrimit evropian. I cili nuk është diçka me karakter propagandistik, është praktikisht një objektiv apo është një arritje e cila ka karakter të rëndësishëm geostrategjik. Që Shqipëria të arrijë para Serbisë, të hyjë në familjen europiane është një arritje e madhe kombëtare. Kështu që nëse s'do kishim këtë lajm, pra që ky objektiv ngjan i afërt, fal që kjo qeveri me gjithë problemet po i kryen këto detyrat e shtëpisë që lidhen me negociatat, në fakt edhe me modernizimin e shtetit, tani fillojnë problem, ne kemi hapur gjithë kapitujt, por tani do verifikohet në konkretisht se sa modern jemi,
për pronën, për bujqësinë, për ndotjen, për incineratorët, se për politikën e jashtme shkëlqejmë. Ama është situatë e trisht sepse nuk kemi rotacion. E para. E dyta, opozita që është përballë, siç e butër edhe ju, nuk ofron alternativë. Domethënë, u takuam me Kris Hillin, i cili e mbante më të Berishën në 91. Tani Hilli pasi ka shërbyer në gjithë ato vende, dohën në Poloni, në Kore, në Maqedoni e tjerë, del në pension dhe vjen gjen krye të opozitës zotin Berisha. Kjo përpjekje që po bën Saliani është e mirë po nuk duket që as ajo të prodhojë energji të re. Sepse mendoj që nuk Saliani vetë s'dihet se nga se kushtëzohet, nuk tregon vendosmëri apo ta zëm njëjtën vendosmëri në fakt, që ka treguar kur ishte me Bashën dhe vran babaj, pra nuk po shihet kjo. Natyrisht ai justifikon me atë që ky është i zgjedhur etj. Por nuk shoh që ai të rezonoj në popullsinë e gjerë apo tek elektorati demokrat në një shkallë të tillë që të mund të shihnim ndryshime brenda Partisë Demokratike. Pa folur që partitë opozitare ka nevojë për financime, në mënyrë tillë që të ruajnë atë standardin e funksionimit, të jetës tyre të brendshme, të propagandës, ta ruajnë në mënyrë stabile, Dhe nuk ajo është një parti private. Është parti e zotit Berisha, kështu që Saliani kur nuk unë e shoh totalisht pamundur që ai të arrijë diçka, domethënë me përjashtim. Ka bërë ende qartë sepse te protesta e SHN-s e Berishës para kryeministrisë ai ishte i pranishëm për shkak. Po, me përjashtim të ndoshta ai taktikisht. Ndoshta s'ka as objektiv, po. Po ndoshta s'ka atë objektiv, se tani shtihem fallë në dy nëse me të pashoq. Përfitet si kandidaturë për kreun e PD-s përballë Berishës në prill për shkak të bëhen zgjedhjet. Nuk besoj që ai mund ta bëjë gjë të tillë, se kështu e regjistron veten atë. E ka të pamundur të fitojë, thua. E ka të pamundur të fitojë. Nder Berish do t'i bënte atë gjë. Po mendoj që ndoshta ai synon të marrë nga këto detyra të rëndësishme, domethënë, çka kam unë nuk shoh asgjë të rëndësishme, por për konvencion, në kryetari i partisë apo kryetari i grupit parlamentar s'mund të bëhet. Kështu që mendoj që ai synon të hyjë tek ajo lozha e ngushtë e njerëzve afër Berishmi, po kjo nuk është cilësi e re. Nuk është cilësi e re. Unë kam besuar gjithmonë, edhe nuk është që e mbështes kështu në fantazi, që një parti e re me figura të reja mund të harxonte qeverinë Rama, mund të harxonte Rama. Mirë po, kjo PD ndoshta, siç ka ndodhur me gjithë partitë e lindjes, se kur Rama mori Berlinit, u krijuan, do vendos pluralizmi, u krijuan parti të reja antikomuniste në gjithë lindjen. Nga 1990 e këtej, të tëra janë zhdukur ato, nuk ekzistojnë më. Ja kriju parti të reja. Vetëm kjo Partia Demokratike vazhdon të ekzistojë. Ndoshta ka mbaruar cikli asaj partie, kështu që. Domethënë, po pse nuk ka zgjidhje, thua ti, nuk ka. Po tani pse do ta presim zgjidhjen patjetër? Domethënë po do mbaroj me Berishën, po themi? Po ai ashtu ka zgjedhur ai që domethënë nuk shoh shenja, unë mund fantazoj. Vetëm kur tik Berisha thua ti, mund të shpreh, por shiko, e keqja është non grata, ka karakter familjar, se po të ishte që s'do kishte karakter familjar, unë mendoj që Partia Demokratike mund të udhëtojë më mirë e bia e zotit Berisha. Sepse ka ekspertizë për punët e shtetit, të shuriste, e cilësisë lartë, etj., ka eksperiencë në UNMIK, pra mosh e re, domethënë jo, nuk ngjan kështu populiste, se sa ai. Domethënë, po ai i dominon për ata që ka ato udhëheqësim, i dominon intelektualisht, i dominon për eksperiencën e madhe që ka këto në 35 vjet apo edhe ato para 35 vjet. Por ai nuk është kandidaturë fituese, ai është në mënyrë të pavullnetshme është investim më i madh i Ramës në krye të PD-s. Domethënë,
Rama është njeriu më i lumtur që ka një opozitë tillë, ndërkohë që siç po ndodh fakt edhe në Serbi, vështirësitë më të mëdha qeveria Rama i ka patur me studentët. Pra, studentët cilët nuk kanë hipoteka nga e kaluara, cilët nuk kanë pra se ku atakohen, pavarësisht asaj që ishin shumë ngjyrësh në atë prejardhjen e vet politike, ata e vunë në krizë serioze qeverinë. Kështu që nëse bie kjo qeveri, megjithëse edhe kjo është një tezë e njohur, aksiome e njohur, thuhet që shko, zakonisht nuk fiton opozita, po bie qeveria. Pra kjo qeveri mund të bjerë vetë për shkak të skandaleve apo krizës, apo ku diun goditjes nga spaku, apo ku diun se çfarë. Po jo nga kjo opozitë. Vetëm atëherë do të ndodhë rotacioni, thoni ju në thonjza. Kështu ka qenë, nuk ka fituar opozita. Domethënë, për shembull, në 2005 ishte përçarja brenda Partisë Socialiste, krijimi i LSI-s nga Meta që domethënë rrëzoi Partinë Socialiste. Dakor, po këtu hodhën në treg edhe alternativa të reja për shembull, që populli mund të kishte përqafuar. Janë në rritje ato janë në rritje, por dy partitë kryesore kanë zgjedhur një sistem elektoral që i maksimalizon votat e tyre. Natyrisht, këtu ka dhe diçka tjetër, por kjo është një temë e gjerë, që grupet e fuqishme të interesit ekonomik janë të investuara në vazhdimin e status quo-s. Se në momentin kur s'ke kjo situatë, kjo status quo ushqehet nga të gjithë krahët, po themi edhe. Po krahët qendrona e konsoliduar. Krahët kryesorë, thash, ato që janë qendrat e pushtetit ekonomik. Grupet e mëdha ekonomike që kanë numër të madh punëtorë, që kanë buxhete të mëdha, ato janë të interesuar për status quo, ato kontrollojnë media, ato kontrollojnë edhe votat, kanë numër të madh punëtorësh që kanë lidhur jetën të ardhmen e familjes tyre me ato rroga. Ato janë të interesuar për status quo. Kjo është arsye pse kemi këtë gjendje që kemi pas 3 mandateve në krye të qeverisë nga ana e Partisë Socialiste. Je dakord kur thuhet që e vetmja opozitë që i ka mbetur këtij vendi, nëse mund të quhet kështu, në thonjza është SPAK? Po, SPAK-u është përpjekur me gjas edhe për shkak të asistencës ndërkombëtare të jetë të demonstrojë baraslarkësi midis opozitës dhe qeverisë. Dhe u mendoj që ka dëmtuar shumë qeverisjen e zotit Rama, po ndoshta në shumë kuptime sikur të mos ta kishte dëmtuar, dhe situata do ishte shumë e frikshme, se që është sot. Ka vendosur standarde të larta për funksionimin e drejtësisë, edhe të institucionet tjera, dhe se në prokurisë përgjithshme apo gjykata. Nuk ka arritur të imponojë moralitet të ri publik, ose moralitet të ri sociale, ose ta zëmë moralitet të ri në prokurimin publik, sepse prokurimi publik është hallka më e dobët, kush ka për SPAK-u për të vepruar, për të paditur, për të vendosur bankën e të akuzuar ministra, zëvendëskryeministra etj, por nuk po shoh që kjo po reflektohet në moralitet, po shohim frikë të zyrtarëve të lartë për të firmosur, por nuk po shohim megjithatë moralitet të ri. Pra që efekti SPAK-ut të ishte maksimal, duhet që të kishte pra ky ndikimi SPAK-ut në pjesën politike të amplifikojë nëpërmjet komunikimit me cilësi të mirë që edhe shoqëria të lëvizte. Po shikojmë për shembull që edhe këto partitë e reja dhe vetë PD-ja, e cila është e prekur nga veprimet e SPAK-ut, të i përdori arritjet e SPAK-ut kundër kundërshtarëve, po t'ishte që këto bëmat të kosovarët, ose bëmat e SPAK-ut do kishin ndikim elektoral, atëherë Partia Socialiste nuk do kishte marrë këtë shumicë që mori në 2025, pra duket sikur kemi edhe impirje të opinionit publik. Pikërisht. Tani ne për çdo gjë që na ndodh kemi si juri kryesore botën. Po bota ç'do thot, po bota ç'do bëj. A do na ndihmoj bota? Mos shumë ti referohemi amerikanëve në këtë, edhe pse aspirojnë bëhen
A e beson ti këtë teorinë që pas çdo gjëje këtu janë Amerikanët, ndërkombëtarët, po kjo lëvizje është e tyre, po prit se kjo deklaratë lexohet kështu, po prit se s'keni parë gjë akoma, ata nuk falin. Apo je larg se. Shiko, ne jemi një vend i integruar ndërkombëtarisht. Nuk jemi si Kosova, që s'është antare OKB-s, s'është antare NATO-s. Pa ne jemi edhe në këtë kuptim, ndikimi ndërkombëtar është i fuqishëm këtu. Natyrisht, ekziston një lloj pritshmërie si ajo që e kam pikturuar të shkrimtarët e realizmit socialist, pritshmëria të klasave të rrëzuara, të përmbysura me fitoren e Enver Hoxhës në 44, që prisnin çdo vjesht që do zbarkonin anglo-amerikanët, dhe kaluan 50 vjet atë nuk zbarkuan. Ekziston kjo pritshmëri, por faktori brendshëm është faktor kryesor në imponimin e rotacionit, nuk është faktori ndërkombëtar. Faktori ndërkombëtar mund të përfshihet fuqishëm nëse i preken interesat e veta dhe nëse sheh që të plotësojnë dy kushte. Kushti i parë, ta zëm, që të ketë një alternativë individuale, pra një kandidat për kryeministër, që të jetë sipas gustove të tyre, dhe e dyta, ndryshimi të ndodhi në mënyrë sa më të qetë. Pra në momentin kur nuk plotësojnë të dy kushte, nuk shoh se si dhe pse perëndimi të jetë interesuar për rotacion në këtë vend. Sigurisht perëndimi që ndron brapa SPAK-ut, sepse SPAK-u ka dy dimensione të fuqishme në veprimtarinë e vet. Një është krimi i organizuar, dhe në këtë dokumentin në cilin e hapëm emisionin, kartelet e drogës konsiderohen si rrezik nacional, konsiderohen gati ekuivalent me terrorizmin. Kjo është arsye pse Berisha që shënon grata amerikanët flet narkoshteti, kreu narkoshtet, se don të rezonojë me këtë ndjeshmëri amerikane për kartelet, për pastrimin e parave. S'ka lidhje fare kjo me kjo retorike amerikanëve, cilës i sinkronizohet dhe Berisha për shembull për interesin e tij me qeverisjen për shembull? S'ka këtu vend fare për... Jo, unë mendoj që ata po përpiqen që të ndryshojë, të kufizohet ky rol i krimit organizuar, të minimizohet pastrimi i parave, që të mos kushtëzoj ekonominë dhe pastaj edhe politikën, ose të kufizohet ai ndikim ekzistues pra i parave të pista. Këtë por nuk ka interes, edhe një herë, në doktrinën e re, po e quajmë doktrinë të Trump, thuhet qartësisht që ne nuk do të përfshihemi në ndryshime qeverisjesh, sistemesh, do të dialogojmë me ta, do ndryhojmë vetëm kur shikojnë që preken interesat tona. Kështu që mendoj që me këtë i vura një lloj kapaku asaj pyetjes tuaj për përfshirjen ndërkombëtare. Jo. Pyetja e radhës është kjo që Edi Rama për shembull gjithë këto vite qeverisja është kujdesur që të ketë një PR të mirë në arenën ndërkombëtare, ka tërësisht dhe kjo edhe nga kritikët më të mëdhenj të tij njihet si merit. Domethënë dukja në arenën ndërkombëtare, domethënë shihet me një sy tjetër Shqipëria, po nga ana tjetër paralelisht, sidomos kohët e fundit, ne kemi parë shumë shkrime, artikuj të rëndësishëm nga media të rëndësishme botërore, perëndimore, që e godasin keq qeverinë, imazhin e tij. Shkoni, nuk ka arritur vetëm me komunikim të krijojë një imazh caktuar. Unë mendoj që pozita ndërkombëtare e Shqipërisë është fuqizuar shumë. Okej, imazhi ka efekte mirëbërëse. Rritja e turizmit është dhe produkt i ndryshimit të imazhit. Nëse Shqipëria do kishte një imazh të keq, ata turistët europian, borgjez, mikroborgjez, shtrese varfër, shtrese mesme, do vinin në Shqipëri. Pra, është imazhi, por ama ka dhe një rritje të subjektivitetit ndërkombëtar të Shqipërisë. Ku duket kjo? Ka të dhëna empirike, domethënë as mund të imagjinoj për shembull që të mblidhte Shqipëria të bënte samitin evropian. 50 kryetarë shtetesh e qeverisht mblidhen në Shqipëri
pak më përpara se summit BE plus vendet e Ballkanit. Pastaj vizitë presidentit francez, pastaj janë shumë Shqipëria është bërë lloj destinacioni ndërkombëtar. Nuk është turizëm summitesh, po është diçka që tregon që Shqipëria është rritur ndërkombëtarisht. Dhe kjo është gjë e mirë, pavarësisht se dikush mund të thotë po shikoj se nuk ka rotacione të tjera. Fakti ta zëm që Rama komunikon me presidentin francez në mënyrë miqësore, edhe në bazë auditore. Kjo është gjë e mirë për Shqipërinë. Unë mendoj që një nga shtetet e investuara fuqishëm që ta kontrolloj, ta devijoj sjelljen tonë shtetërore është Greqia. Greqia për shkak se do të mbylli përfundimisht me kapak të rënd gjithë atyre pretendime që ne kemi nga e kaluara, kundrejt saj, Greqia do dëshironte që ta kontrollonte politikën shqiptare. Por kjo miqësi, kjo marrëdhënie që ne kemi me Francën, na ndihmon që Greqia të mos jetë aq agresive sa çdo ishte, po të mos kishim aleat. Pra kjo lloj që po bën Rama nuk është thjesht e kufizuar vetëm tek imazhi, po dhe tek krijimi disa miqësive ndërkombëtare që janë të rëndësishme. Sa miqësi me italianët, me Melonin, me hebrejnë, me izraelitët po doni, me ungarezët, me Orbanin po doni. Nuk janë të parëndësishme për një vend kaq të vogël si ky. E shehet gjatë këtë establishment? Do të na ndihmojnë amerikanët se rikthehemi edhe një herë për t'i dhënë fund të establishmentit, se shumë e lexojnë për shembull veprimtarinë e drejtësisë së re, se ka këtë objektiv për shembull. Po, e vërtetë është ajo. Unë mendoj që ky kahja e veprimit të SPAK-ut është për të goditur klasën e vjetër politike. Mirë po, këtu është i përqendruar loja politike e Ramës, i cili synon ta kapitalizojë në histori në favor të vetes objektivin e arritur eventualisht të integrimit evropian. Pra, ai të hyn historisë dikush që arriti integrimin evropian. Kështu që kjo është diçka që i jep pati frymarrje. Perëndimi, si thash, nuk sheh rotacion imediat, sepse nuk sheh një figurë alternative, nuk sheh dhe një ndryshim, një rotacion të zhvilluar në mënyrë të qetë. Kështu që ky është shansi i madh i Ramës, në cilën, si thash, ai ndihmohet edhe nga miq ndërkombëtar. Natyrisht, nuk ka asgjë të qëndrueshme dhënë një herë mirë për gjithmonë, as te qeveritë mike, as tek organizatat, për shembull, Bashkimi Evropian është vendosur në një krizë të fuqishme nga fjalët e Trumpit apo. Dhe ai ka nxitur në një mënyrë ose në tjetër te këto vendet anëtare, këto partitë të djatha, lëvizjet e djatha, kështu duket zgjedhje, kështu që gjithçka mund ndryshoj, por në këtë kontekst të brendshëm, sigurisht SPAK-u duket që ka qartë një mision të goditjes klasës së vjetër politike. Dhe këtë kështu ka qenë gjithmonë. Këto mekanizmat si SPAK-u, që është drejtësi speciale, domethënë nuk është drejtësi. Këtë qëllim kanë, po. Po ka karakter të përkohshëm, Pra, po, sigurisht mandat kufizuar. Krime specifike, këtë mandat ka për shembull duart e pastra në Itali. Çfarë bën në 10-91-shin? Goditën klasën e vjetër politike dhe majtas edhe djatha. Kështu që duket qartë dhe SPAK-u e ka atë objektiv. Tani, dua ta mbyll me një koment, sepse pyetje nuk është më shumë një koment. Nuk e di, një lajm që bëri xhiron e rrjetit këto 2 ditë për shembull me vajzën e presidentit Donald Trump, Ivanka Trump, që po lexonte 3 libra që e lidhnin me Shqipërinë, me shqiptarët, besoj e keni parë. 2 libra nga 2, në mos gaboj, 2 historian britanik, një me titull Shqipëria nga anarkia te identiteti ballkanik, tjetri Shqiptarët, një histori moderne, dhe libri Ismail Kadares, Generali ushtrisë vdekur. E interpreton apo e përkthen në ndonjë mesazh këtë? Një prej këtyre librave për shembull flet shumë keq për Sali Berishën, kreun e Partisë Demokratike. Domethënë, ka një mesazh këtu underground? Ka lidhje fare, domethënë, nuk ka lidhje fare.
nuk besoj që ajo Ivanka do arrit ajo faqja ku flitet keq për Sali Berishën. Por mesazhi, për ta kuptuar mesazhin duhet shkojmë ta lexojmë çfarë është Ivanka. Ivanka është e shoqja e Jared Kushner, apo Kushner, që është ndoshta nga këta politikanët, ai nuk është politikan në rol, por biznesmen më shumë. Jo, është njëri që po bën paqe në Ukrainë, është njëri që po bën paqe në Gaza. Sa të ka zgjedhur Trump. Është por është dikur kishte rolin e këshilltarit edhe formalisht, por është dikush me shumë ndikim te presidenti Trump. Edhe për koincidencë, për fatin ton të mirë, pse them për fatin ton të mirë, sepse për të marrë vëmendjen e mbretit botës, që është Trumpi, armiq tan historik, ta zëm serbët, janë duke hedhur shumë para nëpërmjet lobimit. Po. Shumë para. Dhe për fatin ton të mirë, madje edhe po dështojnë, megjithëse kanë hedhur shumë para, kujtoni vizitën e anulluar të Vučićit në. Dhe ne, për shkak të një vendimi të Ramës për t'i dhënë këtë Sazanin apo në Voselën apo zonën tjetër, Zvërnecin, kemi ngjallur këtë interes, domethënë të këtij individi apo të kësaj familje si investitor. Kur Trumpi ishte president, po ja që Trumpi u bë. Dhe kjo është e dobishme për ne sepse na siguron akses tek familja më e rëndësishme e botës, që është familja e president Trump. Mos harrojmë diçka tjetër që Ivanka, duan të thonë, kujt e liga, shoqe bashkëshorte të djalit Sorosit. Pra, domethënë është një shkrim i Gainsburimit që thoshte që familja e Jared Kushner, ose Jared Kushner është në biznes të mirë me Soros. Pra ja ku shikoni që njëri ose një familje, pjesë e familjes madhe, që ka e afërt me Ramën, por është e afërt dhe me Shqipërinë. Kjo është më e rëndësishme. Mendoj që mesazhi lidhet jo me Ramën, por ama edhe ai ka përfitimet e veta, por lidhet me Shqipërinë. Kjo është e rëndësishme sepse ne hapëm atë dokumentin, që është dokumenti i sigurisë kombëtare. Hajde ta krahasojmë atë dokument me çfarë është thënë përpara në presidencën Clinton, në presidencën Biden, ku thuhet që kjo Shtetet Bashkuara të Amerikës do mbështesin integrimin evropian të Shtetet Ballkanit, NATO do zgjerohet. S'ka nga këto, po të paktën kemi këtë vëmendje të Ivanka Trump për Shqipërinë dhe për kombin shqiptar. Dhe e për ta përmbyllur se biseda shkoi tamam si të pashoq që qënkëshim, kombi shqiptar është një kombi i rëndësishëm në fatet e Ballkanit. Po është i rëndësishëm nëse luan në mënyrë të sinkronizuar ose të sintonizuar, si njëjtar. Dhe Shqipëria këtu në këtë sinkronizim ka rolin kyç. Deri tani nuk e ka luajtur si duhet. Po nëse do ta luajë mirë, koha është për shqiptarët. Dhe kjo është domethënia e saj, fotoja e postimi në rrjetet sociale të vajzës presidentit Trump. Falenderoj shumë për bisedën. Kënaqësi. Faleminderit të nderuar miq, pashoj që rikthehet sërish me një tjetër pjesë kushtuar tërësisht drejtësisë.